Zona ish fabrikës së Çimentos në Vlorë po përjeton një ndryshim të rëndësishëm pas 3 dekadash në arrest. Bashkia e Vlorës ka nisur zbatimin e lotit të parë të projektit të gjerë të rikualifikimit urban, i cili synon të rikthejë këtë hapësirë të degraduar në një zonë moderne dhe funksionale për banorët. Punimet në teren kanë avancuar me ritme të shpejta, ndërsa projekti parashikon ndërtimin e një rrugë të re, asfaltimin e saj sipas standardeve bashkëkohore, vendosin e trotuarëve të gjerë dhe të sistemuar, krimin e hapësirave të gjelbërta dhe instalimin e ndriçimit, që do të sigurojë kështu edhe estetikën gjatë orëve të mbrëmjes. Një element i rëndësishëm i ndërhyrjes është edhe rihabilitimi i kanalit anësor të ujrave të shiut, i cili prej vitesh ka qenë problematik për zonën. Përmirësimi i sistemit të drenazhimit pritet të eliminojë vërshimet që krijoheshin pas rreshive të dendura dhe të sjellë kështu një funksionim më të mirë infrastrukturor. Banorët e zonës prej 30 vitesh nuk kishin parë asnjë investim në këtë hapësirë, e cila kishte mbetur pas një funksion urban. Ndërhyrjet aktuale përbën një ndryshim të dukshëm jo vetëm në pamjen e lagjes, por edhe në cilësinë e jetesës së komunitetit. Ndërkohë Bashkia e Vlorës thekson se ky është hapi i parë i një transformimi më të gjerë, që synon të rikthejë në përdorim zonat industriale të vjetra dhe të shndrojnë në hapësira të jetueshme të lidhura me zhvillimin e ri urban të qytetit. Projekti pritet të krijojë mundësi të reja ekonomike dhe sociale, duke rritur vlerën e pronës dhe duke nxitur më tej edhe zhvillimin e zonës. Me përfundimin e këtij investimi, zona ish fabrikës së Çimentos do të marrë një pamje krejt të re, duke u shndruar nga një zonë e degraduar në një hapësirë që ofron infrastrukturë moderne dhe kushte më të mira për komunitetin.